Selam aleikum hoxh. Qysh kisha mujt me mësu gjermanisht? Aleikum selam. Duke i ndjek disa hapa. E para duke ditë se nuk mësohet gjermanisht aty në atë shtrim. Të fjet e të u bë demel. Për me mësu diçka të re, Allahu ka thënë Kur'an Iqra, me lexu, me studiu. Pastaj me gjetë një mësues apo mësuese varet çfarë gjimie je, edhe me shku më ul para ti me mësu. Në Islam e kemi rregullin, dija mësohet tul para mësuesit në shkollë. Qoftë kurse private, qoftë shkollë, s'ka lidhje. Tjetra, duke fillu me praktiku, duke pas vullnet, duke bon dua te Allahu o Zot një mam, o Zot një mam, ama jo o Zot një mam edhe re, po të mësu, të e marrë seriozisht. Pastaj mos me prit rezultate për një javë, dy. Shpejt, au su ban, për normal që s'bat. Tjetra, duke fillu me praktiku, duke u përzi me njerëz të cilët e njohin atë gjuhë. Mos harro edhe me ndëgju shumë tekste, fillimisht veç me vesh, dëgjim, pastaj edhe duke shiku emisionet që flasin të njëjtën gjuhë, në këtë rast gjermanishtën. E pas kësaj duke fillu me praktiku. Kur të fillon me praktiku, duhesh me hek marrën. Duhesh me hek marrën, edhe nëse gaban, sikur sa ai fëmia që mëson gjuhën shqipe, edhe gaban në fjalë, s'ka problem. Edhe ti, le të keshin ata që po të ndëgjojnë gjermanisht. Vetëm kështu e mëson një gjuhë. Për fat keq, na nuk kemi sabër. Edhe pritoj me mësu, pritoj me lexu, me praktiku, edhe pasaj thojmë, hoxh, ma gjoj një zgjidhje tjetër. S'ka zgjidhje tjetër përveç kësaj.